Jemi rikthyer sërish në studion e Kontaktit, ku intervistën do ta zhvillojmë sonte me Ali Berishën, sekretar organizativ i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, njerësh edhe deputet i kësaj partie. Mirë se vini zotëri Berisha. Mirë se gjatëm, faleminderit për ftesën. Po nisim bisedën me një ofertë që u ka bërë PDK-ja në distancë për arritjen e një konsenzusi rreth çështjes së demarkacionit. Si e keni pritur këtë? Po ne kuptojmë që edhe qeveria, edhe partitë politike që janë në pozitë, janë një problem të madh me demarkacionin, pasi që tani më pothuajse çdo njeri, çdo individ i kësaj Kosove, po edhe deputetët e dinë që është një marrëveshje e dëmshme. Kështu që tentohet që ajo marrëveshje në një farë të delegitimohet. Ne jem të bindur që ajo marrëveshje duhet të kthehet në pikën zero. Dhe nuk besoj që ka metodë apo ndonjë ofertë mesit, pasi që e din që Mali Zi ka ratifikuar këtë marrëveshje. Si të tillë dhe si e tillë ajo marrëveshje duhet në Kuvendin e Republikës Kosovës të votohet kundër. Pra ajo duhet të sillet në Kuvendin e Kosovës për të mendoj që forma më e mirë është që partitë politike të dakordohen që atë marrëveshje ta sjellin në Kuvendin e Kosovës dhe përmes votës ta rrëzojnë këtë marrëveshje dhe të fillon një proces i ri i negocimit me Malin e Zi. Sa më shumë që të vonohem, aq më shumë i vonojmë edhe gjitha proceset tjera. A duhet të sillet marrëveshja për ratifikim dhe në rast që nuk ratifikohet të rrëzohet apo direkt të propozohet rrëzimi i kësaj? Do thotë mundet qeveria edhe me anulu vetë si marrëveshje, do thotë me konfirmu që është marrëveshje dëmshme dhe si e tillë të shpallet zero, ose të sillet në kuvend, që është ndoshta edhe më legjitime, dhe përmes votës së deputetëve do thotë të jetë kundër, të bie poshtë kjo marrëveshje, dhe menjëherë të fillohet rinegocimi i marrëveshjes së re, të bëhet një marrëveshje e re me Malin e Zi dhe definitivisht të zgjidhet. Sa mund të paraqet pengesë kjo pasi që Mali i Zi vetëm e ka ratifikuar marrëveshjen? Mali i Zi e ka ratifikuar këtë marrëveshje pasi që e njëjta është nënshkruar edhe prej përfaqësuesve legjitim të Kosovës. Mirë po, kjo marrëveshje derisa nuk kalon në Kuvendin e Kosovës, për palën kosovare është jo legjitime, jo definitive. Kështu që edhe Mali i Zi atë marrëveshje nëse pala kosovare nuk e pranon, atëherë edhe për ta pavarësisht nënshkrimeve që i kanë vendosur pavarësisht nënshkrimeve, atëherë edhe për ta është jo e pranueshme. Kështu që mund të shkohet menjëherë me një komision të ri, me një ofertë për gjitha partive politike, për një konsenzus nacional sa për kësaj çështje, sa më shpejt bëhet një ofertë e re ose një demarkacion i ri dhe ai mandej të i ofrohet edhe palës Malit Zi, të rinegociohet, të aprovohet për dy palëve dhe kështu hiqet një debat ose një problem i madh që i preokupon qytetarët e Kosovës dhe procesi mund të sa janë gjasat që këtë vetë mos ketë ratifikim të marrëveshjes dhe sa po humbin kosovarët nga mosvotimi i kësaj marrëveshje? Unë për mua është pa kuptim gjithë këto muaj që bëjmë debat dhe nuk u japim zgjidhje kësaj çështje. Më tepër do thotë që kush e di sa kohë mundet në Kuvendin e Kosovës të bie poshtë, të ketë një debat në mes liderëve të partive politike për anulimin e kësaj marrëveshje. Dhe posa të anulohet, për këto muaj që i kemi humbë, kemi mujt me qenë një marrëveshje e re. Me u bën një marrëveshje e re, ku pjesë e ekipit tjenë ekspert më të mirë të Kosovës që i ka, të kyqen partitë politike, të ketë një konsenzus nacional, sa i përket kësaj çështje, dhe mandej pse me humbë kohë më shumë. Sa më shumë që të shtyhet kjo çështje, e dëmton Kosovën. Po shihet që edhe procesi i liberalizimit po shtyhet pa nevojë, kur ke mujt këtë problem me zgjidh që shumë kohë. Gjasat janë që të mos ketë liberalizim vizave këtë vit në rast që vazhdohet me këtë gjendje në skenën politike. Po nëse vazhdohet kështu, atëherë fajësia
hedhet herë të njëra on, herë të tjetra, mirë po fajsin kryesore e kanë institucion qeveritare, pasi që me këmbgulje pretendojnë ta shtyjnë këtë marrëveshje, e cila nuk i ka votat në Kuvendin e Kosovës. Tash procesi është edhe më i vështirësuar pas daljes së listës serbe. Pengon te opozita votimin, tani qeveria po e tërheq. Opozita e ka pas një mision jashtëzakonisht të rëndësishëm, pasi që në atë kohë jo gjithë opinioni i Kosovës e ka kuptuar drejt këtë çështje. Dhe ndoshta jo edhe gjithë deputetët e Kosovës e kanë pas të qartë këtë çështje. Kështu që opozita me këmbgulsinë e saj e ka qartësuar. Do të thotë qoftë me debate, me komisione, me protesta, me gjitha, e ka qartësuar që është e padrejtë. Dhe sot, pothuajse gjithë deputetët e Kuvendit të Kosovës e kuptojnë që është e padrejtë. E padrejtë kjo marrëveshje. Apo shfrytëzohet kjo kohë nga kryeministri për t'i bindur ata deputet të cilët janë kundër kësaj marrëveshje që ta votojnë në seancën e radhës? Është çështje jashtëzakonisht e madhe. Është çështje e rëndësishme dhe nuk mendoj asnjë deputet që mund të ndikohet nga dikush. Pasi që ndikimet janë shumë ma minimale. Ka pasur raste kur janë ndikuar. Ndikimet mundën me qenë shumë ma minimale se sa reperkusionet që i sjell një votim i secilit individ, apo secilit individ, apo deputet, veç e veç në Kuvendin e Kosovës, për të ardhmen e tij dhe të familjes tij në vite e shekuj. Po kalojmë tani edhe te një temë tjetër, si e keni parë largimin e listës serbe nga Kuvendi i Kosovës dhe qeveria, sa mund ta dëmtoj shtetin ky gjastë? Po është një presion politik i listës serbe dalja nga Kuvendi i Kosovës, pasi që për mua është e pakuptim, pasi që Trepça duhet konsiderohet, është konsideruar gjithmonë si pjesë e Kosovës dhe një ligj i aprovuar në Kuvendin e Kosovës definitivisht e bën pronar legjitim ashtu edhe çysh është shtetin e Kosovës, qeverinë e Kosovës, popullin e Kosovës. Dhe është e pakuptim dalja, po e kuptoj si një presion politik për ndonjë beneficion të mundshëm në proces që pretendon ta nxjerrë. Po kuptohet që lista serbe, jo vetëm lista serbe, po në përgjithësi komuniteti serb, partitë politike serbe janë të ndikuara nga politikat e Beogradit. Dhe sa më shpejt edhe populli serb, edhe partitë politike serbe ta kuptojnë që drejtat e tyre mund të realizohen më së miri dhe më së drejti duke komunikuar me popullin e Kosovës, me njerëzit e Kosovës, institucionet e Kosovës, do ta kenë më mirë. Sa më shpejt që ta kuptojnë këtë, do ta kenë më mirë, më drejt dhe perspektiva për ta do të jetë më e mirë. Pra qeveria nuk duhet të lëshojë për kthimin e ligjit të Trepçës. Po sigurisht nuk ka aty çka të lëshohet për një çështje që është e Kosovës, duhet jetë e Kosovës dhe vetëm është legjitimuar. Përfaqësuesit të kësaj liste dje në gjykatën kushtetuese kanë dorëzuar ankesën për ligjin e Trepçës. A është ky një hap i mirë për njohjen e Republikës nga ana e deputetëve? Po besoj është një hap i mirë drejt njohjes të institucionet të Kosovës, do të thotë Republikës Kosovës. Po këto janë çështje më tepër formale. Duhet edhe në jetën e përditshme populli serb, institucionet serbe, liderët serb, partitë politike serbe ta kuptojnë që jetojnë në shtetin e Kosovës dhe ta njohin si të tillë. Po flasim edhe për arrestimin e drejtorit të policisë rajonale në Mitrovicë në Athaçi nga autoritetet serbe. Kuvendi së fundi ka miratuar një rezolut për lirimin e tij. Sa mund të kontribuojë kjo rezolut lirimit të drejtorit të policisë? Rezoluta është një shprehje e indinjacës dhe një farforme është një trysni të institucionet e Kosovës që të bëhet më shumë sa i përket lirimit e tij. Mirë po nuk është vetëm arrestimi i zotit në Athaçi, po në vazhdimsi Serbia provokon në forma të ndryshme Kosovën. Ju e dini që shumë njerëz serbisë kanë vizita të ndryshme në Kosovë, ku fyjnë popullin e Kosovës, fyjnë institucionet e Kosovës, nuk njohin qeverinë e Kosovës. Dhe ende lirshëm në Republikën e Kosovës. Çfarë do thoni, të përdoren masat e sekuritetit? Kjo do të thotë që Kosova duhet ta forcojë shtetin e vet. Do të thotë të jetë shtet më i dinjitetshëm dhe duke forcuar shtetin e Kosovës, atëherë edhe Serbia do ta ketë më të qartë se nuk mundet me apo i frikon bashkimit evropian në rast që vetëm fillojnë me reciprocitet. Bashkimi Evropian duhet të jetë gjithmonë, edhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës, edhe Bashkimi Evropian kanë ndihmuar Kosovën.
Mirë po nuk mundet as Bashkimi Evropian, as Amerika me t'i kry punët. A mundet Bashkimi Evropian dhe Amerika ta lirojnë? Ne punë tona do t'i krymë vetë. Dhe në gjitha ato punë që i krymë, asnjëherë nuk kem pas pengesa që në konë punë drejta të mira, asnjëherë nuk i pengesa, as për Amerikanëve, as për Bashkimit Evropian. Punë duhet t'i marrim seriozisht dhe t'i krymë punë tona. Ato obligimet që i kem tona duhet t'i krymë na. Po, së fundi, po thuaj se gjithë liderët e partive politike të Kosovës janë në terren duke punuar bashkë me elektoratin. Çfarë do të thotë kjo? A janë zgjedhjet e parakohshme afër? Po shihet një frymë, do thotë një frymë ofrimit të zgjedhjeve, pasi që shumë për liderët politik janë në terren, vazhdimisht janë në komunikim me elektoratin. Këtë që ka bëhet në Kosovë, secili mundohet me i marrë meritat e veprimeve të caktuara. Qeveria Kosovës e ka një problem të madh që përveç këtyre dy problemeve të mëdha që i ka sjell Kosovës në shumë aspekte të zhvillimit të saj, qoftë në aspektin e zhvillimit ekonomik, të shëndetësisë, të arsimit dhe lami tjera, ka ngecje totale, do thotë ka një mos zhvillim total të gjitha sektoreve, gjitha digastereve të Kosovës dhe ka problem në spjegimin në elektorat për ngecjet që në shënu sidomos në këtë mandat. Dhe kuptohet që kanë me u përpjek, sikurse edhe herave të kalume, me oferta të caktume, mirë po besoj që populli i Kosovës, njerëzit e Kosovës, do të dinë me e cilësu në këtë periudhë kush punoi drejt, kush u mundu për çështjet e Kosovës më shumë dhe kush veç përfitoi për situatës në Kosovë. Dhe njerëzit mund ndoshta një herë mi mashtru, po jo gjithmonë. Dhe mendoj që edhe kësaj radhe liderët politik, sidomos të partive politike që janë në qeveri, që janë ekzekutiv, që kanë pru vendin deri në këtë situatë, e kanë shumë vështirë me u ballafaqu me popullin. Ndërsa të tjerët mendoj që kanë hapësirë të jashtëzakonshme që me kanë në këto zgjedhje shumë më mirë. Ka ndonjë marrëveshje sekrete mes liderëve që vendi të shkojnë në zgjedhjet? Jo, sa kam unë informacione, nuk ka marrëveshje të tilla dhe Alianca si parti politike e ka të qartë që zgjedhjet duhet të vinë. Kur mendoni që është koha optimale të mbahen? Sa më shpejt që të mbahen, aq më mirë është. Pasi që çdo ditë që po vonohemi, Kosova nuk është më mirë. Do thotë në përgjithësi, njerëzit pretendojnë që nesërmen ta kanë më të mirë. Ndërsa me këtë qeverisi që po bëhet në Kosovë, e nesërmen nuk po duket që është më mirë. Kështu që sa më shpejt që të bëhen këto zgjedhje, është më mirë. Ta fiton legjitimitetin një qeveri e re me njerëz të ri, njërë që ky vend të filloj të paktën në periudhat të caktuara kohore ndryshoj. A parashe këja që tjetë pjesë e qeverinë e zgjedhjeve? Alianca po punon shumë, sidomos në aspektin organizativ në këtë periudhë, kuptohet bashkë edhe me partnerin me nismen, që tjetë parti e parë politike. Pretendimet i kemë bukur të qarta, ndoshta për dikon duken ambicje të mëdha. Para PDK-s. Mirë po punët që po i bojmë, njerëz që po ofrohen në Aliancë, besoni që këto pretendime munden me qenë realitet. Shpresojmë që kemi qenë të partë, besoj bukur shumë në këtë aspekt, nëse jenë partë kemi kanë të hapun për të tjerët, po edhe nëse nuk jenë të parët, besojmë shumë që kemi me qenë pjesë e qeverisë së ardhshme të Kosovës. Zotëri Berisha, ne falenderojmë për intervistën. Faleminderit për jush. Ne të nderuar shikues, shkëputemi për disa qaste me një blok të reklamave dhe rikthehemi sërish me pjesën e dytë të emisionit Kontakt.